E tash pse po votojnë shumica atje e diasporës? Po. E kanë thënë këtu ata përsëris, ata prap kanë me prejvesh këtë pjesën për Jugosllavinë, e le të qesin le të bëjnë çka duan. Përshëndetje miq të dashur. Mirë se veni të dhan gjellën e analizë. Spari kërkoj falje miq për çadrën, sepse është shumë nxehtë. 25 gradë është temperatura, nuk është edhe shumë me thonë temperaturë e madhe. Por Norvegji 25 është sa në Kosovë ose në Evropë diku do është 35, sepse jemi më lart më nga dielli. Kështu që shkojnë në vidën e radhës, Kastrati, profesor Kastrati, për njëfrije, profesor me thonë, se është gjuna me thonë këti njëri profesor. Miq, se del njëri ashtiqare edhe bon propagandë, se del njëri ashtiqare edhe përçan popullin, se del njëri ashtiqare munohet familjarisht me përçan popullin, veç këta kena pa miq. Po shkojmë në dëgjojmë vidin e lutëm, e të diskutojmë së bashku. Unë mendoj, edhe kam thënë, jam duke përsërit këto ditë në çdo paraqitje publike. Janë 3 frustrime me cilat ushqehet një pjesë e diasporës, jo këtë diaspora. Vetëm një pjesë e diasporës, miq të dashur, është vetëm ajo pjesa që i ka votu këta. Kurse 83%, apo lëm 80%, s'po thoj 80%, të ndëgjojmë se çfarë thotë ju lutem. Pjesa diasporës që po voton masivisht për Albin Kurtin. Frustrimi i parë i tyre është te një pjesës e vogël e tyre që i takojnë ish proletariatit jugoslav që ka ndonë të në 90. A dëgjut miq? O ti matrapaz, o bastard, ata që kanë dalë vitet 90-a, e 80-a, janë dalë pe zore. O gjak prisht, nuk kanë ikë pe qefi, kërkush nuk ikë pe qefi. Po dush me tarë turp bre, mi folë të fjallë, si profesor. Dush me tarë turp me ndëgju familjar tu. Dush me tarë turp me ndëgju zonsa tu. Vetëm e vetëm që s'ke mujtë më vodë deputet. Vetëm që s'kanë votu populli. Po ka me votu mërë Allah populli, ty një matrapas si kur ti, një rrugac si kur ti, një shpifs. Apo? A që diaspora jam kalzovan juve gjithmonë. Shkona miq. Te Albini shohen i rikthim dhe taj koncept, sepse Albini në shohen të asaj periude, amëton kështë një komunist ku ose rrë socializmit jugoslav, dhe ju bënë sigurik. Qëre me që dashër. A mos dashër me vetu juve hajna, ma mirë një komuniste i pastër, se një hajnë, e demokratë si kur ju. O Gjak Pirs, o Duzë Fërmus, dëshmetar tërp me folë të fjallë. Po në afendon rënë, por këtë arsye, reciprocitet. Ku ishe o qenef ma hereti, para lufti, ku ishe? E thërë që diasporën, po? A ma që gojnë hapër për diasporës, po? A bastard? Matrapaz? Ta që dele ofendon? Po miq të dashur, dëgjoni videon deri në fund ju lutem, edhe e kuptoni se çka do i tregojmë tina. Shkojna miq? Pjesa tjetër është një pjesë nga shkullmas të dëshpëruar dhe kanë xhelozi primitive që nga kushëritë e tyre e të tjerë që këtu i kanë bërë punë pak më mirë. Këtë nuk janë hajna, kanë punu me minimarket, njerëzia kanë bërë parë këtu. Dhe e treta është këta që a ndëgjut miq, çfarë porçari e bën me familje. O matrapaz, o Gjak Prisht, o ta marrë Zoti shpirtin ta marrë. Po ne që ashtë po dojna, me i patë pasër. Ne që ashtë po dojna, Kosova me shku në honë. O Gjak Prisht, ne për këta po luftojmë, për këta po votojmë Albin Kurtin. O Gjak Prisht, shkovej analizat o Gjak Prisht, këqyre qa po del Gjaku. Se ti shqiptar s'mush me konë.
për bes me këtë fjalim të shqiptarë së mund me konë. Ne për ta po luftojmë o bastard. Për ta po luftojmë për me shku Kosova për para. Për vllazërit tonë, motrat tona, nipat tona, mesat tona, kusherit tonë, mi po manal se neve. Ne nuk e kemi këtë problem. Ne për këtë arsye o bastard i qojmë në Kosovë ka 1,5 miliard në vit. Oj pa ftyrë. Për këtë arsye, ne nuk kem xhelozi o ignorant. O Zotit çka të rroft, çysh je, çysh ka shkatruar. Po njeri ma të poshtë se ti s'pas ka. Po Zoti si të përmend për të këja kuptohet aty. Amo ti po ja ka përceqe, gjysa ma shumë se gjysa për të kë. O ta marrof Zoti ftyrë në gjenaze. Ti edhe po precat kur des, kur të vinë me të hongër, kimi helmu. Qash helem kitin trup tonën, shpirt tonën. Është turpi i botës, më shumë me përqa shqiptarët. Ko që keni, sa ma shumë po folni, qash ma shumë po forcohëm. Ko të ki o bastard. Shko bon edhe njerë po thëmë, mos harë me bo adënëm, qëre ka po del. O bastard. O matrapaz. Që të për Albinin, po thëmë bio ata tjerë. Veç pak mi se nuk në gjohet sfare. Helikopterit i konë pension, spital. Hajde ndëgjojmë që? Si mas pjesëmarrës në luftë. Këtë që të 3 fustime të votues të diasporës që votën Albin Kurtin, Albin Kurti ka paketu në një paket politike hakmarrëre. Në ne, votoni për mu kundër atyre që prishën rënë në Jugoslav, asaj pjesës të autonomnallit. Jugoslavi ty pediti, se s'po du me fësi shkojnë teme. Krejt ta Jugoslav që ti s'po mund shmenajt pa ta, pediti edhe nere po të thonë. Kështu që s'ka nevoj ma shumë. Qivrës ma trapas po vjetë tërë bre me i fendu ata që ka nikë pejzore bre Zotit zdi që Zotit që ka të roft. Pësez po thëmë, Zotit që ka të roft në 4 pjesë. Që dhe s'po thëmë kur gjë. Vesh po tari përsërish Zotit që ka të roft. Janë jashtë. 2. Votoni për mu kundër tyne që ka vë punë më mirë se ju, sepse këta ngetë hajna. Shkira... A përshani me që? Qka me një tonë kjo, burë? Qka me thonë këtina, vla? E kom fjallën për fjallëve, se kështu nuk zhytet kush me të. Jo, bo, se, valla, veç me ta ku i vjenera sa... largë. Po është problem, po me politikë, me fjallë. Qka me një tonë me thonë kjo, këtina? Po ne nuk për vliqim gojë që kërkë. Shkojnë a meqë. Nga kompleksi mësë pjesëmarrës në luftë, sepse bashkë me mu do t'i shpallim të gjithë komandantët hajna. Pa përjashti. Dhe kjo është... Po s'kanë mujtë e morë në luftë tonë, o ma trapaz. Nas ti në luftë në botë nuk merë krejt pople, nuk mund me mëri krejt pople me luftu. Dikush ikë, dikush bën buk, dikush lufton, dikush mshefet, dikush investon. Qështu më hatë lufta. Po sikur t'ishin konë këtë në luftë, që këshim hongërna. A ma trapaz? O gjak prisht? Ko të kime të zëformata. Ti po i thu veti profesor, i veç pollër me diplom të bleme. Se shonës teorike një profesor original, që ka kryt amon diplomen, me nëzirë këtë hale që për nëzirë për i goje ti, nuk e besoj. Unë për veti nuk e besoj. Se një profesor ka dignitet. E që ki
paske dinitet haleve. Edhe jo hale kështu standart evropiane, jo, sa të mirë, pasi Qenefi me 2 rasa. Për besh sens e më mirë. Menaxhim emocione. Dhe ky e ka rrit tash numrin e atyre votuesve që ushqehen me këto 3 frustrime, prandaj nga 15.000 sa kanë qenë të regjistruar në 2017 me votu në Kosovë, sot i kanë 104.000 të regjistruar. Dhe ata po bëjnë diferencën, ata po rrisin Albinin. O matrapaz, o Qenef, o dros Qenefi, o çka të rovë Zoti prapë thëm, për e përsëris se e meriton. Qka po dënë ti, mos me votu na? Qka po dënë ti, mos me votu na për Kosova? Po ja dini jo bre që na veç 1 vjet me bloku, 2 vjet mos me ardhë, Kosova nuk po thom që desuni, po shkon mjerim. Po pse po përçon kështu popull, o çka të rovë Zoti, me krejt çka kije. Ti personal, jo tjerë, se familja jote s'ka nuk ka faj, po ti personal. Sepse ata nuk ballavaçohen çdo ditë me krizat që unë e ti edhe qytetarët ballavaçohen, arsimore, shëndetësore, sociale, politike, ekonomike tjera. Ata vinë. Pse si keni bujë më herë do të Qenef? Pse si keni bujë më herë gjë? Tash dashti mi bo këta, mos vallë kjo ka shkopin magjik. E i kryin këtë punë. Do të regojmë në o Qenef, o dras muti, se çka ka bu Albin Kurti. Prit edhe pak e të spjegojmë. Edhe për i noti me urrejtje, të shtyne 3 frustrime që i ka, veç Albin Babës. Jo urrejtje i noti, veç Albin Babës. Albin Baba. Kësë është hajnë, o mut Qenefi, o Qenef muti që është dush, o dras Qenefi, o dras muti që është dush të thuj. Ky nuk është hajnë, ky nuk ka vras. Po ky është adhëtar. Ky është adhëtar. Ky nuk shet tokat Kosovës, o çka të rovë Zoti, o gjak prisht. Ky nuk shet tokat Kosovës. Ky nuk fal tokat Kosovës. Ky nuk thot Rankoviqin ai ka fal Mitrovicën Veriore. O Zotit çka të rovë në 4 pjesë. Okej? E që qëtajni ju? Shkojnë amiq. Ti të regojmë ti dras Qenefi. Që shojnë ata kur farë përparimi. Presidenti i Kosovës sa shumë tha që thot se ideja e korrigimit. Go o matrapas. Go presidentin e ju, ish presidentin. Se qa ka dash me bo. Kufive me Serbin ka qenë e tia prej fillimit. Ideja për korrigjimin e padrejësive historike duke përshqipërshë me të veçbojanos me territorin e Kosovës është e imja personale, jam angazhuar edhe në procesin e Berlinit. Unë e kam prezantuar, por jo si plan të shkruar, por si ide, kaq. A ju personalisht e keni prezantuar si ide? Kujt ja prezantuat? Unë ja kam thonë edhe presidentit Vučić, ndërsa sa përket Mogherini. Kush është tash Jugoslav? A qetnik? Kush është tash? A jo? Albin Kurti. Fol, o matrapaz. Fol o dras Qenefi. Kallëzoj popullit ta marrov Zoti ftyrën, kallëzoj familjes ta marrov Zoti ftyrën. Që del të edhe ofendon diasporën. E të gjithë ata që i votojnë Albin Kurtin. E para e dyta, se harrova me thonë, për diasporës i ka morë 5 deputet, o Qenef, o ignorant. Veç 5 deputet i ka morë. Tjerë i ka votu në Kosovë. Tjerat vota i ka morë në Kosovë. 48 deputet i ka morë në Kosovë. O Qenef. E ata, çfarë mendimi ki për ta? O prof Qenefi, çfarë mendimi ki për në Kosovë?
Se e ka veç me diasporë. Kush është më Jugoslav tash? A shim thonë që presidenti juj? Apo Albin Kurti kriministri jonë? E kom dhoni ide, dhët me do Mitrovicën, sa problem. Pse mos e patlon baba këti brojes, këti kalit brojes? E ty qenet katuni? Baba e patlon, po. Pja pse po do të Albin Kurti? O maskaraj. Mogherinin diçka të tillë nuk kemi biseduar. Presidenti i Kosovës sa shumë Këto janë arritjet E ngoj tash qenef se çfarë arritje ka bu Albin Kurti. Disa prej tyre se janë të vogla. Janë, domethënë këto që i kallzojnë të vogla. Po shto arrita me gjithë, shpejt e shpejt. Ngo o dros qenefi, o dros muti, dëgjoj, që ju si keni bo, po 20 vjetë. Qeverisë Kurti në fushën e sundimit të ligjit dhe sigurisë. Po I listoj një nga një disa, sepse është shumë. Nën stacione policore në veri, nuk kishte asnjë deri në vitin 2021. 37 rrugë ilegale të mbyllura, e 29 prej tyre ishin vetëm në veriun e vendit. 23 laborator droge të shkatruar, prej tyre 13 në veri të vendit. Mbyllja e institucioneve ilegale serbe në Kosovë, si bankat, komunat dhe strukturat paralele. Hetimi I Banjskës mbetet hetimi më I madh në historinë e policisë së Kosovës, me mbi 300.000 prova, 146 grupe kriminale të shkatruara, mbi 350 zyrtar publik të arrestuar për korrupsion, gati 7 ton narkotik të konfiskuar e 61 milion euro mallra të sekuestruara nga doganat e Kosovës. E Transparency International për korrupsionin në radhiti për 31 vende më lartë. A përshë o drosë muti, a përshë pse do të Albini o të qenefe mos bodi zë formata, mos bodi zë formata ta marrof zoti ftyrën, zoti gjenozën ta marrof. Mos bodi zë formata, o mashtrus tipik. O zoti ju shkatros gjithve atyne që I bëni dizë formata. Si pe LVV, si pe PDK, si pe gjithë atyne politikana që shtin shërë me disë familjarve, që shtin shërë me disë shqiptarve zoti shkatroft. Ty njës pej teje, ty po ta bëj me gjesh, pej teje mas pare. Tu bre fara flështi që komre, zoti shkatroft. Mishtë dashër, zoti ju rujt, mirë po është vetë radhës.